këtu sa po përfunduam mbledhjen me udhëheqësit e subjekteve politike, ku kishim 14 sosh, pra ishin 14 kryetarë të subjekteve të ndryshme politike, që mborën pjesë në diskutimet për rendin e ditës, për seancën konstituive që do të mbohet nesër. Pas gjitha diskutimeve, ka pos një konsensus të plot të gjitha partive politike, që ka ardhur si propozim i të gjitha partive politikeve të liderëve ose udhëheqësve të partive politike të komuniteteve jo shumicë, jo serbe. Propozimi i tyre ka qenë i qartë që të shkohet në votim në pako. Pra, pakoja të votohet, pakoja 9 kryetarëve, 5 nën kryetarëve në pako komplet bashkë. Ka pas konsensus për raportin, ka pas konsensus për votimin e kryetarit, ka pas konsensus për votimin në pako të 5 nën kryetarëve dhe ka një dakordim, një konsensus mbrana kësaj mbledhje, që më vjen shumë mirë të them edhe një herë që do të bëhet votimi në pako i 5 nën kryetarëve, ku pritet themelimi i institucioneve të Kosovës sa më shpejt, pastaj të vazhdohet edhe me votimin e qeverisë dhe pastaj sigurisht siç e dini na presin votimi i buxhetit edhe i marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat e kanë një afat që duhet të votohen sa më shpejt. Prandaj unë shpreh mirënjohjen për gjithë liderët e subjekteve politike që ishin të pranishëm, edhe që pat mirëkuptim nga të gjithë. Gjithashtu dota mbetet nesër, mirë po ora ka ndryshuar. Kjo ka qenë me kërkesë të nënkryetares Vlora Çitoku, e cila për shkak të rrethonave që gjidemi nesër, ku do të ketë mbrojtja fjalën e vet gjatë gjithë ditës, në respekt të asaj që po ndodh në Hog, të gjitha subjektet, liderët e subjekteve politike kanë pranuar që mbledhja e seancës konstituive të mbohet në ora 17 dhe pastaj të vazhdohet me votimin e qeverisë. Pra, seanca do të bëhet nesër në ora 17 me konsensus, pra me pajtueshmëri të gjitha subjekteve politike, propozim kjo që ka ardhur nga nënkryetaria Çitoku.